Të ka skaduar patenta dhe nuk di se cilat janë procedurat që duhet të ndjekësh për ta rinovuar. Pra, afati i lejes së drejtimit ka përfunduar dhe me mua do të ndjekim të gjitha hapat se si mund ta rinovojmë një patent në Shqipëri. Më ndiq. Hapi parë që duhet të ndiqni është që të paraqiteni në qendrën shëndetësore dhe të pajiseni me formularin e aplikimit dhe më pas paraqiteni që kushton 1000 lek formulari, 1000 lek të vjetra ose 10.000 lek, 1000 lek të rinj ose 10.000 lek të vjetra dhe më pas shkoni dhe i nënshtroheni vizitës së syve. Pra, unë jam person që përdor syze dhe duhet bëj testin e shikimit, të dëgjimit dhe më pas të cilat kushtojnë 1500 lek secila, pra 30.000 lek në total. Dhe deri këtu jemi 40.000 lek. Pasi kemi bërë vizitat e nevojshme dhe vizitat e kërkuara, shkojmë tek drejtoria e përgjithshme e shërbimit të transportit rrugor. Ajo DPRTPTPTPTSH-ja. Nisemi atje sepse me shumë siguri do kemi dhe radhë të gjata. Duhen dhe 2 fotografi, se harrova. Është shumë e rëndësishme. 2 fotografi që vendosen tek formulari i aplikimit dhe më pas procedura është shumë e thjeshtë. Bëhet një pagesë te sporteli, por do t'ua tregoj atje se sa është pagesa. Ikim se jemi vonë. Sigurisht që në momentin që ju skadon patenta duhet merrni parasysh që një ditë pune duhet ta humbisni për t'u pajisur me lejen e drejtimit të rinovuar, sepse trafiku i Tiranës për fat keq ky është. Edhe pyetja është që ku mund t'i bëj unë këto procedurat? Rrugës dytësore, pra tek autostrada Tiranë-Durrës, autostradë e quajmë ne, po nuk është autostradë, po bëhet autostradë, Tiranë-Durrës, marrim rrugën dytësore dhe sa kalon që të unë, 2-3 kilometra në krah të djathtë është drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor. Me dokumentat në dorë shkojmë ta gjejmë sportelin. Mendova se do shpenzoni më shumë kohë, por po na vjen radha. Jemi 6:09, kështu që kemi edhe 2 veta përpara. Shumë shpejt. Kaq ishte edhe procesi i aplikimit dhe pas 1 ore duhet paraqitemi tek Neshëraku, te ish parku i autobusave ose atje ku bëhet kolaudimi i makinave tek ish stacioni fundit i Tiranës Re për të tërhequr lejen e re të drejtimit. Vendosa ta bëj këtë video për shkak se shumë drejtues mjetesh kur kanë nevojë të rinovojnë patentën, kanë humbur kontaktin me autoshkollën apo nuk i kanë informacionin e duhur se si mund ta bëjnë rinovimin e lejes së drejtimit, por edhe për gjithë ata emigrant që janë larguar nga Shqipëria dhe kthehen për pushime apo kthehen për 1001 arsye të tjera dhe duan që në Shqipëri për shembull të përdorin patentën shqiptare dhe kur t'i ndaloj polici të mos i japin patentën e huaj ose patentën e vendit ku ata kanë emigruar. Jemi në rrugën dytësore të QTU-s, pra që shkon për në Tiranë dhe tek sporteli më thanë se për 1 orë maksimumi mund ta tërheq lejen e re të drejtimit.
Në fakt, një orë na u desh të vinim nga Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor që gjendet në Kashar për gjatë rrugës dytësore të QTU-s dhe për një orë u printua dhe leja e re e drejtimit. Dua t'ju saktësoj që kjo leje nuk është më e vlefshme për 10 vjet, por për 15 vite. Kështu që unë do paraqitem ta rinovoj këtë leje pas 15 vitesh në vitin 2020, me shpresë të Zotit nëse do të jem gjallë deri atëherë dhe nëse ky karton nuk më humbet që të më duhet ta zëvendësoj me një tjetër. Informacioni tjetër ka të bëjë me sa shpenzuam ne për ta rinovuar. Së pari do t'ju flas për kostot ekonomike, pra 10.000 lekë të vjetra kushton formulari i aplikimit, 15.000 lekë kushton një vizitë sysh dhe 15.000 lekë kushton vizita e veshëve dhe në total shkon 20.000 lekë. Jo vetëm kaq, 45.000 lekë paguam tek Sporteli ose tek Arka tek Drejtoria e Përgjithshme e Transportit Rrugor dhe në total kushtoi 85.000 lekë ose 85 euro. Sa ko shpenzova. Në fakt, kam dal nga shtëpia që në orën 7 të mëngjesit, u paraqita tek qendra ime shëndetësore, mora formularin, më pas vajta tek mjeku specialist, tek okulisti dhe tek otorinolaringologu, e thash, dhe më pas u paraqita tek Sporteli në Drejtorinë e Përgjithshme e Transportit Rrugor. Kështu që llogariteni që një ditë ndoshta do t'ju marr një ditë kohë pajisja ose me rinovimin e patentës së makinës. Mos harroni të bëni follow dhe subscribe në kanalin tim të YouTube-it, gjithçka rreth makinave për të parë video të tjera informative që kanë të bëjnë me makinat.